Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Përshkallëzohet situata në Iran. Numri viktimave nga protestat ka kaluar mbi 2000. Mediat ndërkombëtare raportojnë se Irani do të ekzekutojë protestuesin e parë pas një sër arrestimesh të kryera pas protestave antiqeveritare. Organizatat e drejtave të njeriut në Iran dhe Unioni Kombëtar për Demokraci thotë 26 vjeçari Erfan Soltani do të ekzekutohet. Sipas burimeve të cituara nga Iran Human Rights, familja e Soltanit është informuar se ai është dënuar me vdekje dhe se ekzekutimi është planifikuar për në 14 janar. Siç raportohet, detajet e çështjes nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur, pasi vendi është një ndërprerje të gjerë të komunikimeve. Ministri iranian i mbrojtjes Aziz Nafiz Zardeh paralajmëroi të mërkurën se vendi i tij do të sulmojë bazat amerikane në rajon nëse Shtetet e Bashkuara nisin një ofensiv kundër kombit persian. Ai deklaroi se të gjitha bazat amerikane dhe bazat ushtarake të vendeve të tjera në rajon që ndihmojnë Shtetet e Bashkuara në sulmin ndaj Iranit do të konsiderojnë objektiva legjitime. Përgjigjja e Iranit do të jetë e dhimbshme për armiqtë e tij nëse Irani sulmohet, paralajmëroi Ministria e Jashtëm iranian. Në këtë kohë, Irani po përballet me protesta masive në mbar vendin për rrëzimin e regjimit. Bashkimi Evropian do të propozojë së shpejti sanksione të reja ndaj Iranit pas shtypjes së protestave nga regjimi Ayatollahut. Sipas mediave të huaja, lajmin e bëri të ditur presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, i cili bëri thirrje autoriteteve iraniane që të ndalin dhunën ndaj protestuesve. Ursula von der Leyen e përshkrua numrin e rritjes të vdekurve si tmerrues dhe se është udhëheqësia e fundit perëndimore që dënon përdorimin e tepërt të forcës dhe kufizimin e vazhdueshëm të lirisë në Iran. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dënon presionin e Iranit. Në një postim në rrjetin social X, Costa shkruan se regjimi iranian duhet të ndalojë veprimet e dhunshme ndaj popullit të tij. Ai thekson se Bashkimi Evropian qëndron në krah të qytetarëve iranian që kërkojnë të drejtat themelore, dinjitet dhe liri, shkruan presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërmarrin masa shumë të forta nëse autoritetet iraniane fillojnë të ekzekutojnë protestuesit antiqeveritar të arrestuar gjatë protestave masive që kanë përfshirë vendin në javët e fundit. Deklarata e Trump vjen në një kohë kur numri të vdekurve nga përleshje midis forcave të sigurisë dhe protestuesve ka tejkaluar 2500. We will take very strong action. If they do such a thing, we will take very strong action. Nëse bëjnë diçka të tillë, ne do të ndërmarrin masa shumë të forta, tha Trump, duke shtuar se ishte në dieni të numrit shumë të lartë të viktimave në demonstratat që kanë zgjatur më shumë se 2 javë në të gjithë Iranin. Iran called to negotiate. Teherani dëshiron të negociojë, kështu u shpreh presidenti SBA Donald Trump, ndërsa fliste me gazetarët në bordin e Air Force One, teksa Irani është përfshirë në protesta masive. The leaders of Iran called, they want to negotiate. We may meet with them. I mean, a meeting is being set up. Udhëheqësit iranian telefonuan djeta Trump duke shtuar se po organizohet një takim. Merret kreu i shtëpisë së bardhë deklaroi se ushtria amerikane po shqyrton mundësinë shumë të fortë lidhur me një ndërhyrje të mundshme ushtarake në Iran. Mund të na duhet të veprojmë përpara se kjo të ndodhë. Po e vlerësojmë situatën shumë seriozisht. Ushtria po e shqyrton atë dhe po vlerësojmë disa mundësi shumë të forta. Do të marrim një vendim, deklaroi Donald Trump. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres deklaroi se është i tronditur nga raportimet për dhunë dhe keq përdorim të forcës nga autoritetet iraniane ndaj protestuesve në disa zona të Republikës Islamike të Iranit. Të gjithë iranianët duhet të jenë në gjendje të shprehin kërkesat e tyre në mënyrë paqësore dhe pa frikë. E drejta e lirisë së shprehjes, së organizimit dhe tubimit paqësor, ashtu siç garantohet nga drejta ndërkombëtare, duhet të respektohet dhe të mbrohet plotësisht, thekson Guterres. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s u bëri thirrje autoriteteve iraniane të tregojnë vetë përmbajtjen maksimale dhe të përmbahen nga përdorimi i panevojshëm dhe jo proporcional i forcës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Groenlandës, Jens Frederik Nielsen, paralajmëron se nuk është koha për të diskutuar pavarësinë e ishullit dhe për të rrezikuar të drejtën e tij për vetvendosje. Apeli vjen ndërsa presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një nevojë jetike për Groenlandën për arsye të sigurisë kombëtare. Në intervistë me shtypin lokal disa orë para takimit të ministrave të jashtëm danez dhe groenlandez me senatorin J.D. Vance dhe Marco Rubio në Shtëpinë e Bardhë, Nielsen tha se nuk është koha për të luajtur me të drejtën tonë për vetvendosje kur një vend tjetër thotë se do të na aneksojë. Ai shtoi se Groenlanda mbetet pjesë e komunitetit të mbretërisë së Danimarkës dhe do të qëndrojë pranë saj. Përballë tensionit, ministri danez i mbrojtjes konfirmoi se do të forcohet prania ushtarake e Danimarkës në Groenland dhe po zhvillohet një dialog i vazhdueshëm me NATO-n për të rritur praninë e aleancës në Arktik.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen deklaron se Groenlanda i takon popullit të saj dhe se Bashkimi Evropian respekton plotësisht vullnetin e banorëve të ishullit autonom, duke ju përgjigjur pyetjeve në një konferencë për shtyp. Ajo theksoi se Groenlanda është pjesë e NATO-s. Alianca integron interesat e gjithë aleatëve dhe Bashkimi Evropian është kontakt të vazhdueshëm me qeverinë daneze për këtë çështje, deklaroi von der Leyen. Franca do të hapë me 6 shkurt konsulatën e saj në Groenland. Paralajmërimi vjen nga Ministri i Jashtëm. Për Jean-Noël Barrot, ky veprim është një sinjal politik mbi territorin strategjik danez, të cilin presidenti i SBA Donald Trump është zotuar ta pushtojë. Barrot i tha transmetuesit francez RTL se vendimi për të hapur konsulatën u mor verën e kaluar kur presidenti Emmanuel Macron vizitoi Groenlandën. Aleatët e NATO-s po forcojnë ndjeshëm bashkëpunimin e tyre në Arktik përballë rritjes së aktivitetit ushtarak rus dhe kinez në këtë rajon strategjik. Apeli vjen nga komandanti suprem i forcave aleate, generali Alexius Grumkish, gjatë konferencës për politikat e sigurisë dhe mbrojtjes të mbajtur në Salem të Suedisë. Sipas tij, bashkëpunimi ushtarak mes vendeve aleate në këtë rajon nuk ka qenë kurrë më i fortë, ndërsa situata e sigurisë po bëhet gjithnjë më komplekse. Generali vuri në duke se anijet ruse dhe kineze po kryen gjithnjë më shumë patrullime të përbashkëta në veriun e largët, një zhvillim që sipas tij përbën një kërcënim në rritje. Britania e Madhe dërgon një oficer ushtarak në Groenland, ndërsa Danimarka rrit praninë e saj ushtarake në Arktik dhe veriun e largët. Ministri danez i mbrojtjes, Troels Lund Poulsen, tha se operacioni i përbashkët do të përfshijë disa vende aleate, duke paralajmëruar se askush nuk mund të parashikojë se çfarë do të ndodhë nesër. Downing Street konfirmoi se një oficer ushtarak britanik është dërguar me kërkesë të Danimarkës për të bashkuar me një grup zbulimi përpara stërvitjes së planifikuar Arctic Endurance. Mbërin personeli ushtarak evropian në Groenland, disa orë pas dështimit të një takimi midis zyrtarëve amerikan, danez dhe të Groenlandës në Washington. Franca, Suedia, Gjermania dhe Norvegjia njoftuan se të dërgojnë personel ushtarak si pjesë e një misioni zbulimi në kryeqytetin e Groenlandës. Ministria e Mbrojtjes e Gjermanisë tha se misioni i zbulimit në Groenland nga disa anëtarë evropian të NATO synon të shqyrtojë mundësinë për të siguruar vendin në dritën e kërcënimeve ruse dhe kineze në Arktik. Një ekip zbulimi prej 13 trupash do të vendoset në Nuuk me ftesë të Danimarkës. Çdo nismë që na afron realisht drejt përfundimit të kësaj lufte meriton angazhimin ton. Gjithsesi të jemi të qartë. Një paqe e drejtë do të thotë garanci reale sigurie. Një paqe e drejtë do të thotë kthimi në shtëpi i fëmijëve të rrëmbyer, kthimi të burgosurve, hetimi dhe ndjekja penale e krimeve të luftës dhe mbajtja e përgjegjësisë nga ana e agresorit. Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.